Sa ku e gërvet? Jam që një 34 vjetë. Mas 34 vjetë është hera e parë që orë në Kosovë? Hera parë në Kosovë. A mujtë e mi njoftë kërë për herë parë? Jo krejt. Po më nuk na krejt mi njoftë, edhe spedia s'ku janë, s'ku jetuin as. E tash a i kjera pishmën që shumë kanot lo? Po. Që që jo vlojem? Mirë, famdejt, mirë. Knaci që po takoj mas fari? Oh, famdejt, gjithashtu. Bicikull, tu knaq? Tu knaq, adrenalin, relax, terapi. Kohit kjena? Jam i komunës Marishevës, fshatit Ladrëfç. Edhe jetoj në Kanadë. Kanadë, da. Po, në Gërbexhi. Kanadë, po Gërbexhi, mati, jetoj një kohë gjatë. Që sa ku e gërvet? Jam që një 34 vjetë. Që 34 vjetë. A vjeli shpesh në Kosovë? Jo, s'ka morë. Po kësi hovi kom morë që një 7 mujë edhe e kom vizitu këtë Kosovën. Kam qenë Shqipni me këta, kam qenë Macedoni. Me bicikletë. Mas 34 vjetë është hera e parë që orë në Kosovë? Hera parë në Kosovë edhe shumë mirë. Kosovë, super, s'dum. Edhe nuk du me shku hes prap. Halo nuk jam i sigurt veç më do këtë që po. Qysh po do këtë krasim të shriki lonë edhe se të shriki gjithë? Kosovën? Shumë mirë. Kosova shumë mirë, super. Tanat ishin, krejt canet ishin. Familjartë, a i takuve krejt? Po, halo krejt heq, po basht me të kështu vëllavin e vllazni për shembull dhe motrat, po kam shumë familjar për shembull, hala si kom taku. Po munona mi taku ton, edhe mi njoft. A mujtë e mi njoftë kërë për herë parë? Familjartë? Jo krejt. Se përpara nuk ishëm as internet, as telefona, as kërgjon ka problem. Edhe ta është për shembull, mas ju morë këtu, po më nuk na krejt mi njoft, po jem familje madhe, edhe spedia s'ku janë, s'ku jetuin, as dikur po më thajt, ja nena, jek nena, bëll po më nëna më shkona për vena, më nëllë dikon, më pi një kafe, mi njoftu. Halal. E sene, po hala kam edhe shumë familje tjerë që si kom taku alo. Inshallah zotit ta kanë tërgom se të ka marrë male për Kosovë. Famdet, shumë. 34 vetë pa. Shumë. Knaqësi, Kosova knaqësi. Përbes, mirë, shumë. Kur të pojtë nona, që tha? Nona më falë që ka ndru jetë edhe baba, faleminderit. Po, ma shkurt me motra, me vllazni, Po me krejt, a ishtë përmalu isi? Po, gjithë. Edhe unë po, edhe ata po. Knaqësi për shembull, në vend të unë si vend jëtë s'ka. Pa morë prasysh ku shkojmë, si vend jëtë, ka të ki. E tash a i kjera pishmën që shumë kanot lo? Po. I kom ra pishman, po atëherë kom koha që Asisuj, është, kom pasik për ushtrisë Jugosllavisë, tani kom pas dollë në Gërbet edhe s'kisha qara pa dollë në Gërbet se për ushtrisë Jugosllavisë ishte rrezik në atë kohë. Po tash mirë, kur isha policinë e Kosovës, ka pështu zoti lo? Aden është zemra malë mbohet. Halal. Kumropa meje është treni ku gjatë pranverës të vitit 1999 rreth 440.000 shqiptar u dëbun që kjo është ai veni ku nona ndoshta është do me djaltë vetën edhe s'u po kur mo. Që kjo është veni ku shumë nona kanë qajt, jo shumë nona po gjithë populli shqiptar. Çto paramendojnë kur ndoshta 40 ulse, po veçi që të vagon është tani më shumë se 200 njerëz. Ne të gjithë kemi parë imazhet e fëmijëve të vendosur në tren, fëmijët që çojnë për prindërit që nuk mund t'i gjejnë, refugjatët që tregojnë se si të dashurit e tyre u ndonë dhe u zhdukën. Përshëndetje mi Midhi, shikues të shqiptar që krejnë nga ona Lindi. Kur e shihni se ku e mardh, besoni që keni me pas kogja se shumë nostalgji. Kur djemt më të mirë të venit ishin maleve të luftu, në uniform, besa dhe shumë ditë pa hongër e pa pi, familjarët e tyre bashkë me shqiptarët e tjerë ishin të debu pi forcave serbe nga fshati Blac për në Maqedoni të Veriut. Jemi këtu mes kufirit të Maqedonisë dhe të Kosovës. Jemi në fshatin Blac, komuna e Lezhanit, ku mrapa meje është treni ku gjatë pranverës të vitit 1999 rreth 440.000 shqiptar u dëbun bashkë me këtë tren. Nuk është komplet treni, është disa vagona vetëm, ama është treni original, nuk është i modifikuar për diçka tjetër. Qysh e dim, ose qysh kena dëgju ma shumë pak a shumë për familjarëve tonë, është që dritarët e trenit ka pas raste që nona e ka hyp fëmijën e vet në qafë edhe e ka shtyp për mrena në tren që mi kësa ma shpejt. Mos të harroj me të cek që edhe kamermani jem që të më gjiru,
është ik me qitren për Maqedonitë Veriut. Kështu që në tash kisha pas qef me hi paka shumë edhe mrena me pose që sho treni për ma nga ofër. Të shohim a mujna, po shqit edhe 25 vjetori gjenocid serb. Para me ndohë nona të moj që të fëmine vetë në shpinë për me hypë në dritarën el. Që kjo është ai veni ku nona ndoshta është do me gjallë vetën edhe së po kur mo. Që kjo është veni ku shumë nona kanë qajt, jo shumë nona, po gjithë populli shqiptar, se këtu ku në kufini që ka dash masaj me dalë Maqedoninë e Veriut, ku unë e muj me thonë që vujtjet më të mëdhajat në shqiptarit e ka përjetu këtu kur e ka liru venin e vetë. Të shohim ju që kjo ju, as që kjo, ka që kjo na që ne ju. Veç hajde të provojmë pjanës tjetër anena, dhe me thonë që kjo këtu janë disa fotografi, gazeta po pedi, disa fotografi të popullit shqiptar, kur janë dëbu për shpia vetë për tokës në ku ata janë lindë dhe në rritë. Dhe me thonë në këtë mënyrë e kam përjetu. Edhe pse unë më një rinë atë kohë sot që e kom ri, po kjo të regon gjenocidin serb që kanë dashur në popullin tonë. Fëmijët me bukë në dorë. Me lese. A i shmi ishtë të mëna njëre? A mune mordë? A mune ish? Hade bismillah. Ka pa qëto ku me vëzit në doget. Hade bismillah. Hade, a mune ish mi mëranda? Qito jo, se qito është treni kur e vozit për knina. Edhe treni kur e vozit për knina. Do më thonë, qitojmë na shqiptar të vëllon. Ja ma ta mojnë që të kam ja, me pak ta mojnë. Hade, hin. Qëllë Emil. Qito do më thonë është ullë shoferi i trenit. Qito do më thonë është ullë shoferi i trenit Bloca, ku i ka bort shqiptar për Maqedonitë Veriut. Edhe dhe me thonë ko ka për me këshy rrugën. Zotë e dim për shka ka shërby. Qere shpozojnë për me shku në cigare. Pas dhe gjurë shqipe. Po, e kuqe cilindri, frenues, e kuqe rezervari kryesor. Pas ka pas edhe në gjuhën shqipe. Dizel ka kun. Ka sa interesant, ha? Sa? 140. Dhe me thonë që këtë treni pas ka pas veç 18.000 kalume. Që 18.470 e 5 në kunë të ubo, pos... Që të po thotë, 18.473 kilometra.